Sot ka ndodhur një ngjarje interesante për çdo që do të kuptojnë, ka sy, do të shoh, ka veshë, do të ngjojnë. Gjithë besoj kanë parë lajmin që dosja 5D ose famozja dosja e drejtorëve të Velia, që ishte një skem spektakolar mashtrimi dhe vjedhje, u shtrydh dhe përfundoi në hiçgjë. Përfundoi me ca dënime, me 7 muaj, me 8 muaj, me 9 muaj, me shërbime prove, ku diu me budalliqe. Një dosje ku SPAK-u në fillim, nga vetë SPAK-u u tha që është një abuzim prej 30 milion eurosh. Tani një pyetje kam unë për këta që besojnë te SPAK-u. Cili ishte qëllimi i ngritjes SPAK-u? Qëllimi i ngritjes SPAK-u ka qenë, e dim gjithë, ka qenë ndëshkimi i korrupsionit në nivele të larta të administratës, qoftë qendrore, qoftë vendore. Dhe më kryesorja, finalja, se janë kriju jo të këhëra e gjëra, ishte që paratë e vjedhura shqiptarëve t'u kthehen mbrapsht. Sa para janë kthy mbrapsht shqiptarëve nga 5D-ja e Erjon Velia? 0. Çfarë është rezultati i kësaj? Një spektakël i bërë nga SPAK-u për muaj të tërë, që shpërndante pjesë nga dosja përmes sa gazetarëve që i përdor si zara nëpër media, karikoi mirë publikun dhe e bëri dosjen rrogupuj të madhe në publik që po bëhet nëmi, edhe perceptimi publik sot është sikur SPAK-u ka bën nëmin, SPAK-u ka godit një aferë korruptive rreth 30 milion euro. Por në fakt, në të vërtet, SPAK-u s'ka bërë asgjë. SPAK-u u ka thënë, me fjalë të tjera, t'i gëzoni paratë që u keni vjedhë shqiptarëve, këtyre personave që kanë ngritur këtë skem korruptive. Pra nuk është se kur themu SPAK-u që s'besoj ke SPAK-u, nuk është se kam në gjokes me SPAK-un. Po ka një qëllim gjëja që ngrihet, përse ngrihet, edhe në fund ka dhe i bilanc. Bëjeni bilancin, qa ka bo, qa ka bo ky SPAK në gjithë këto vite? Nuk ka sekuestru as një gjë, nuk ka kthy mrapsh në arkën e shtetit apo në arkën e Bashkisë Tiranës as një lek. Vetëm propagandë, vetëm zhurmë, vetëm potere, vetëm përndjekje politike, ju ka torë këtyre të opozitës, siç po shohim tani, po del edhe hetimi për Ilir Metën, dosjet e Ilir Metës, po dalin një fake, po dalin sajume. Pra ka fut njerëz kot në burg, dhe përmes atyre kot fut edhe njerëz plot, ngjojeni mirë këtë, fut edhe njerëz plot që kanë vjedh, kanë bën namin, edhe në fund fare çfarë bëjnë, nxjerrin bashkë, si ata që s'kan bërë faj, si ata që kanë bërë faj, nxjerrin jashtë. U kanë heq, fiksojnë edhe këtë, u kanë heq dënimin, pra është ajo dënimi që 5 vjet nuk lejohet të ushtrosh detyra publike gjitha. Drejtorët e Velia nuk e kanë asnjëri më këtë dënim. Ata nesër mund të kthehen dhe mund të ripërsërisin skemën. Domethënë, ku është dekurajimi që SPAK-u ose drejtësia i bën hajdutit në Shqipëri? Vjedh 5 milion euro, vjedh 10 milion euro, bëj 5-6 muaj pur, ti gëzosh lekët, pra barazohen milionat e eurove që u vjedhen shqiptarëve me 5-6 muaj pur. Kush? Po njerëzit që s'kan parime, që s'kan morale fetare, pra që janë të lirë për të vjedh, përveç se drejtësisë nuk i frikson asgjë tjetër, ata do vazhdojnë ta bëjnë këtë gjë prapë. Pra kjo është drejtësia. Për këtë ne shqiptarët ju paguajmë mira euro rroga në muajt atyre. Janë njerëzit më të paguar në Shqipëri. Dhe në fund fare, ndëshkimet janë 0, kthimet e parave në buxhet janë 0, dhe jepet shembulli që bëj çfarë dush, se ja hedh paq me këtë lloj drejtësie. Nuk e di se sa mund t'i kenë gjobat vetë këta të drejtësisë për këto çështje. Se me thënë drejtë, me ja hedh kaq lehtë këtyre gjërave, ka gjë pas këtyre. Duhet të ketë diçka patjetër.